E ngushtë dhe me kthesa të shumta, pa sinjalistik, rruga nacionale Ballë-Drejtë-Orovic në Lezhë është kthyer në burim aksidentesh. E rehabilituar 6 vite më parë, lëvizja në këtë segment është mjaft e frikshme dhe e rrezikshme, pasi gjerësia e rrugës është më pak se 5 metra dhe kalimi 2 mjeteve është thuajse i pamundur. Në këto kushte, për të shmangur aksidentet, drejtuesit e mjeteve detyrohet të devijojnë duke dëmtuar edhe gomat e makinave. Banorët e zonës dhe drejtuesit e mjeteve thonë se kjo rrugë është shumë e ngushtë dhe pa standarde, duke u kthyer në një shqetësim të madh për ta. Problemi është vetëm ngushtica. Vetëm sa bën ngushtë. Për 50 cm ose për 70 cm kanë pa unë rrugë 2 makina. Devijojnë. Po si sa problem, rruga ngushtë është mase e rrezikshme, e paraqet boll kanë bërë rreziqe dhe janë për plas, po viktimas kemi pas për fat mirë. Atje kanë skopju goma turana në rrugë, se ajo shtul ajo bordura rrugës, pjesa e ka kneta, e kështu që boll rrezik është nuk bon, ja dim për njerë. Ku e di unë se s'qa në fondet, unë jam një vjetër, unë s'morë vesh të kalë të punë hiq, visi i shof rrugën, e shof teritorin e këto punë, to me këto nuk di gjanë fare, me gjitha ta. Mirë është me zgjeru kjo punë shteti. Rruga Trovica është katastrofë. Katastrofë bëhet fjalë, nuk është e pakalueshme. Sidomos këto si shkojnë makina nga Lezhë, nga Trovica për Lezhë është cop. Burim aksidentesh? Ma normal, mos e normale. Po s'me pas kujdes shoferët me njëri tjetrin, rruga është shumë e lodhur. Po me pas me bë partia, po. Partia ka ndalë më shumë me villë se me bë. Rruga Ballë-Drejtë-Orovic-Bend, në gjatësi prej 17 km ka fluks të lartë lëvizjesh, kryesisht gjatësi në Soverës, pasi i përdoret edhe nga pushuesit që frekuentojnë plazhin e Velipojos, ndaj edhe zgjerimi i saj shihet si domosdoshmëri për të shmangur aksidentet.